Prandaj 10 natët e këtij që na kanë mbetur, 10 që i ardh i këtij muaji mundet t'i thona, këto janë oaza në mes shkretirës, imagjino mes shkretirës, mendon që edhe pak do ta dorëzoj shpirtin, kura që sheh gjelbrim, sheh ujë të ftohët, të freskët dhe të mirë. Këto janë 10 që i fundit i muajit të bekuar të Ramazanit, për arsye se në këto gjendet nata e Kadrit, e cila është më me vlerë se sa 1000 muaj, Lejletul Qadri khairun min alfi shahr. Elusim Allahun xhaleshanu që të na shton edhe më tepër durimin, vendosmërinë, përpjekjen, nënshtrimin për uljen në këto 10 ditët edhe 10 netët e fundit, më shumë se ato të cilat kanë kaluar. Prandaj mos lejo që 10 që i fundit jetë si 10 që i mesëm, as edhe si 10 që i parë. Po mos lejo që edhe 10 që i fundit jetë një lloj si 20 ditët e netët të cilat kanë kaluar. Do me thonë, thuaj ditë 3 natë, ditë net prej këtive, ta mbushin atë shprasirën e ditëve dhe netëve që kanë kaluar para këtyre 10 që të fundit.